Letrën e kemi dorëzuar për ministren e Ministrisë Tregtisë, Industrisë dhe Inovacionit dhe kemi kërkuar që qeveria urgjentisht t'i marrë 4 masa. Në këtë drejtim e vlerësojmë se 4 masat e menjëhershme duhet t'jenë konkrete dhe ato të merren sot. Në një, lirimi i menjëhershëm i së paku 50% nga TVSH-ja për derivatet. Në 2, është heqja e përkohshme e akcizës për naftën deri në stabilizimin e trekut që së bashku me TVSH-n do të ndikonte në uljen e çmimit për rreth dikon 40 cent. 3. Duhet urgjentisht të krijohet një task force që e përbashkon odën ekonomike, shoqatën e naftarëve dhe shoqata tjera relevante në mënyrë që Ministria e Përkatëse ku jemi këtu, mirë po edhe Ministria e Financave të merr analizë të saktë se çka duhet dhe pse duhet të ndodhë tani. Dhe pika e 4 është marrja me qira e deponive ekzistuese, janë ndikon 5-6 kryesore për të krijuar rezerva maksimale në mënyrë që të ketë strategji të saktë për trajtimin e kësaj teme. Ju falem. Edhe njëherë më duhet t'i ritheksoj disa fakte që qëndrojnë fort në raport me atë se cili është pozicioni i shtetit të Kosovës në tregun e derivateve. E pare punës është se ne jemi shtet tërësisht importues i derivateve, rrjedhimisht se cili ndryshim i çmimit në berzën ndërkombëtare do reflektohet në sasinë e importuar të derivateve në Kosovë. E dyta është se është një situatë e jashtëzakonshme. Do të thënë nuk po flasim për rrethana normale të lëvizjes së çmimit apo tendencës për abuzim nga operatorët ekonomik, por po flasim për rrethanën kur në berzën ndërkombëtare e në të gjitha vendet të cilat lidhen drejt për drejt me bartjen apo transportin e naftës përmes ngushticës së Hormuzit, e cila tashmë është vatër e përplasjeve apo betejave, po afektohen drejt për drejt nga çmimi i ngritur i derivateve. Ne kemi qenë vendi i parë në rajon që kemi vendosur marzhen tavan mbi çmimin e importuar dhe ajo është, edhe njëherë më duhet të ritheksoj, e bazuar në çmimin në kufi. Do të thotë çmimet luhaten apo çmimi ndryshon brenda varësisht prej çmimit i cili importohet një ditë më parë. Si rrjedhojë e kësaj, Kosova ka arritur të mbajë një kontroll mbi çmimin e derivateve. Me pare punës, akciza është e përcaktuar me ligj dhe rrjedhimisht çfarë do ndryshimi duhet kuvendi, dhe e dyta që TVSH-ja në këtë rast edhe akciza janë të hyra të buxhetit të Kosovës, të cilat në situatën aktuale mbesin ashtu si janë, vetëm se jemi duke shiquar cilat janë mundësit për të ndikuar, nëse ka rritje të mëtutjeshme natyrisht, në zinxhirin e furnizimit. Do të thotë që mos të ketë multiplifikim apo zinxhir të rritjes edhe tek produkte tjera. Për këtë arsye, TVSH-ja asnjëherë nuk ka qenë opsion për shkak se është shumë problem të përcjellet TVSH-ja, pasi që është tatimi në vlerën e shtuar është ajo çfarë paguhet nga qytetarët, do të thotë nga secili konsumator fundor. Ndërsa sa i përket akcizës, mbetet të përcjellet në situatën aktuale, nuk e konsiderojmë si opsion heqjen e akcizës, por përcjelljen e situatës në të cilën çmimi i importuar nuk e kalon çmimin tavan i cili është 12 cent në pakicë dhe 2 cent në shumicë. Njëra prej kërkesave që ishte nga deputetët e opozitës për një grup të përbashkët apo një task force të përbashkët është edhe mbetet edhe në synimin tonë. Shumë shpejt ne do të dalim me njoftim ku bashkë Ministria, doganat, administratat tatimore, por natyrisht edhe organizatat e bizneseve do të jenë në takim të përditshëm, besoj, për të përcjellë situatën edhe për të diskutuar për hapa të tjerë. Pajtohem plotësisht në 2 propozime tjera, të cilat ishin pjesë e letrës deputetëve të opozitës në këtë rast, në të cilën sa i përket rezervave strategjike dhe koordinimit ndërinstitucional dhe bashkë me sektorin privat. Synimi i Ministrisë, siç e dini edhe i Qeverisë së Republikës, mbetet tek konsumatorët. Ende nuk ka rënje në stoqet e kompanive, do të thonë është ende një situatë e cila
ka mbetur pak a shumë e njëjtë në një pikë të normalitetit. Nuk kemi ardhur në pikën për të bë kufizimin, megjithatë do të bëhej e tillë sikur të kishte ndërhyrje fiskale në çmimin e naftës. Do të thotë apo tek ata të cilët po e kërkojnë në rastin e akcizës së TVSH-s, atëherë do të mund të vendosej një kufizim. Deri më tash nuk e kemi parë si të domosdoshme vendosjen e kufizimit, për shkak se sasitë e importuara nuk dallojnë shumë me para fillimit të konfliktit. Do të përkundrejt që ka pasur ngritje të çmimit, tregu e ka toleruar ende.